Do të jemi një pikë muzikore që do ta performoj në fund të programit, pasi që jam edhe mysafir speciale e ftuar. O kënga ime mos u digje kot, me reu dhe nisu në përbot. Si kur drini bardhe i zio, hej, 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 hej. Shëndetje. Ju jeni? Fatime Kalimashi. Fatime je sot pjesë e festivalit. Në Hanin e Lezit, çka synon nga ky festival? Thjesht spari falenderoj për ftesën që ma kanë bërë, sepse nga diaspora kam ardhur pikërisht për ta nderuar festivalin, sepse nderi është reciprok dhe ndiem vërtet e privilegjuar. Faktikisht unë them që me të ritë dhe me tradita të mburremi është diçka vërtet për të admiruar dhe po shpresoj që këto tradita që të vazhdojnë, sepse është një pasuri, një thesar i pashtershëm. Me çka do të marrësh pjesë sot në festival? Do të jemi një pikë muzikore që do ta performoj në fund të programit, pasi që jam edhe mysafir speciale e ftuar nga festivali. Çka do më na kënu neve për Kosovajin? Dashka një refren të këngës. Okej, hajde. O kënga ime nga zjarret e mia, nëse mund të rohet nga dashunia, digje vetën qiri në një zemër, jepi jetës dritë, jepi lule semër. Hej, hej, o kënga ime mos u digje kot, me reu dhe nisu në përbot. O kënga ime mos u digje kot, me reu dhe nisu në përbot. Me që jam edhe një mërgjimtare që 30 vite në vitër. Na i përshëndesim me këto vargje, me këtë zonë shumë të mirë, i përshëndesim gjithë ato mërgjimtarë kudo që gjendën, sepse vërtet unë i di këtë këngë, edhe vërtet keni zonë perfekt. Truj Zoti edhe urona që sot kaloni si jam as mirë. Shumë faleminderit, vërtet ishte e papritur, sepse nuk e dija që jeni këtu, por që emocioni e vend veten, por edhe emocioni është shumë i mirë. Në këtë rast është pasuri. Okej. Ju falenderoj shumë. Normal, faleminderit shumë. Unë po shkoj këtë krahin tem të majt. Përshëndetje. Përshëndetje për ju. Ju jeni? Qumar Ben Bytyqi, jam antar i ansamblit kulturor artistik Barancuri nga Krusha e Madhe. Përndryshe jam në cilësinë e instrumentalistit. Me folklor merrem që nga vitet e 80-ta, zbashkë me vllahun tim Ilir Bytyqin, i cili tani jeton në Mërgjim. Tani jam antar i kësaj shoqërie mbi 10 vite. Marrim pjesë në festivalet e ndryshme, koncerte e të tjera. Çka do më na kënu neve sot? Unë nuk di të këndoj, sepse jam instrumentalist. Për me këndu kemi zotrin Nazmi. Okej, zotrin Nazmi na kënon pak, e ti na i bje derisa të dalun e këto. Përshëndetje zotrin Nazmi. Përshëndetje. Si e? Mirë, faleminderit ju. Sot do të marrësh pjesë me një këngë këtu? Ne do të marrim si grup pjesë, jemi 4 solist, i kemi 2 këngë që i kemi lidhën bashkë, orkestrën e kemi, do të këndojmë. A më nëshë më na kënu pak një refren të këngës që do të merr një pjesë? Patjetër. Hajde. Si kur drini bardhe i zio, hej, 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 ka kalon për Shqipëni, jo, hej, 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 hej. Kjo është një pjesë fillimi që kemi grup nëse jemi. Hajde. Faleminderit që ishi pjesë e Ju lutem, faleminderit se ju. Ju rujt Zoti. Hajde edhe një herë një
që në përmjet vagjeve të kësaj melodie, të kësaj qiftelie, mbetni t'ju them se mos të ndrani, sepse vërtet gjanat bukra ju ofrojmë vetëm na, po kush jena na, jena Kosova Info.